Ura që lidh disa fshatra me qytetin e Klosit, e njohur si ura e Fullqetit, është e pasigurt për kalimin e këmbësorëve. Këta të fundit thonë se kalimi në të është me rrezik, sidomos për fëmijët e shkollave. Në një pjesë të madhe të urës, mbrojtësia anësore është dëmtuar dhe prishur, duke vënë në rrezik jetën e fëmijëve të vegjël që mësojnë në shkollat e qytetit të Klosit. Mbrojtëse që kanë mbetur pa u prishur janë vetëm për njerëzit, pasi banorët thonë se këto mbrojtëse nuk mund të pengojnë një automjet për të rënë në urat e lumit mat. Duke qenë se kjo urë shërben banorëve të shumë fshatrave që kalojnë çdo ditë në të, ata kërkojnë vendosjen e mbrojtëseve metalike që të jenë të sigurta jo vetëm për këmbësorët, por edhe për automjetet. Jo, që hekët kanë qenë aty, i kanë ndërsu, i kanë kaput, makinat e gjëra aty, në vetë hekë, birobin mat. Hekët të tjenë të mëzdërë se e ka lemojt a shkollës, shpesh bete, moshe më shume, binë matë në ujtë. Këto hekë për i makinës binë ujtë personi. Për pak i majë rëbin, mahet rëbim do. Mahet rëbim do të pakti. Pa ka një vite kusur që jenë hekë, nuk e zënë sofare. Dhe kërsa mund jenë bërsat dush, ato që ka vetë. Mbrojtësit në këtë urë janë vendosur që me ndërtimin e saj dhe janë parashikuar për të mbrojtur automjetet nga rënja në lumin e matit, por që sipas specialistëve, në gjendjen ku kanë degraduar, ato nuk e kryejnë më një funksion të tillë.